Tani do të kalojmë në një pjesë të intervistës ku ne na zbukurohet studioja me një të ftuar fantastike. Ajo është një nga zërat më të bukura të këndimit live, sidomos. Kemi kënaqësinë të kemi Inis Neziri. E nisi me këndimin live, e na këndoi një gjë të shkurtër kështu live. Ju zemra. Hey, mos e mbaj, veten ti mos e mbaj, se të du s'kam faje. Një këngë shumë e bukur Inis, të gjithë ne ishim duke duar të rritur për ty në festival dhe publiku e pëlqeu masivisht këngën tënde. Tani renditja, a të pëlqeu apo jo, kishe më shumë pritshmëri nga festivali? Shiko, mendoj që këtë vit ka pas shumë konkurrencë, edhe të gjithë kishin pritshmëri, domethënë nga ata artistët e ri deri te ata me më shumë eksperiencë. Po në fundit jam shumë e lumtur sepse u përpoqja të jepja më të mirën time pavarësisht incidentit dhe e ndjeja që vendi i parë dhe vendi i dytë do ishte me Smeje dhe Alis dhe do isha e lumtur me secilin vendim që do merrnin. Kështu që jam shumë e kënaqur për eksperiencën që dhash. Super. Ndërkohë ti përmend pak atë incidentin. Ne doja të di si e menaxhove në atë moment. Po të menaxhova aty futem në qeshur. Në 3 minuta të këngës, un po mendoja ta mbaj takën veshur apo ta heq, po sikur të heq tjetrën, po tani çfarë do bëj? Harrova një 2 lëvizje. Po përpoqja ta mbyll me buzëqeshje dhe ika duke qarë në backstage. Ndërkohë sot ka ardhur me atlete. Nuk ka asnjë performancë anyway. U pan çizme të finales deri këtu. Inis, po në një incident ose në një histori tjetër që mund të ketë ndodhur kështu fani gjatë koncerteve jo, ose nuk kam patur. Kam gjithë karrierën time që më shkon çdo gjë shumë mirë dhe pikërisht aty që kisha 2 orë që ecja me ato taka. E vura më. Pastaj finale thash po e ve fare se nuk më po finali kishte deri tuti tani. Si do të Inis kanë qenë muaj shumë të ngarkuar nga ana televizive sepse festivali i këngës, më pas kënga magjike, pra kanë qenë muaj të bujshëm. Dhe ndërkohë tashmë kemi Big Brotherin, që po bën të bujën e radhës. Ke pasur ndonjë ftesë nga Bigu këtë vit? Kam patur një ftesë vjet, faktikisht. Unë kisha më shumë dëshirë të hyja që në fillim vjet, edhe kam qenë shumë pro. Po pastaj kur më erdhi ftesa, kalova disa ditë kështu depresive me veten, çfarë do bëj, çfarë do bëj, po nuk je penduar që nuk je futur? Jo, nuk jam penduar. Kam një karakter, jam shumë solare, shumë e muhabetit, po aty çfarë nuk ndodh aty. Si Lore për shembull, do këndoja aty, do ishe kështu e urtë, nuk do kishe të fare. Pak a shumë, nuk mendoj se do isha aq e urtë sa Lorea. Isha pak më shpërndëse. Atë kam domethënë jam ekstrem ose shumë e mirë, po bëhem edhe shumë e keqe, po. Po këtë vit është më i qetë, Ke ndonjë të preferuar këtë vit me gjithë to dramat që po ndodhin, Miri, Selin, Ina, Stelina? Më pëlqen shumë Selin. Është shumë inteligjente, po, është shumë inteligjente. Kush më pëlqen tjetër mua? Më pëlqen Brikena, Kristi po bën goxha loj. A do e bëje një këngë me Bajamen? Kishin një listë ziri feature i Kristi. Jo me Bajame, do zgjidhim ndonjë tjetër. Më lajti ka pak fruta thata? E vërtet. Ka gjithë ato fruta thata. Mirë atëre. Tani ne do të kalojmë sepse ne këtu mbahemi për lojrat dhe direkt do kalojmë tek lojrat. Ha, një herë. Bacit tona. Mirë. Atëherë unë do të them një situatë të caktuar dhe ti do mundohesh të më këndosh këngën që mund të këndoje në atë lloj situate ose që i shkon kësaj situatës më shumë, okay? Fillojmë. Situata e parë. Sapo ke nisur punë dhe sheh që një prej kolegëve të tu është eksi yt. Çfarë këngë do këndoje? S'do këndoja fare, thjesht do punoja. A nuk do të ishte do na punë? Atë këngën e Fifth Harmony. Work. Ju e ngjarë do të work. Sapo të erdhi një screenshot që shoqja jote ka folur keq për ty tek të tjerët. Çfarë këngë do këndoje? Nëse e di kam ditë shoqe të mirë, bitch, mos më dinë para. Je duke gatuar dhe papritur digjesh nga vaji. Po gjete kush është përgatitur. Se nuk gatuan fare. Gatuan, gatuajnë për ty. Po gatuajnë për mua. Duhet që partneri jot ideal të gatuajë 100%? Po. Okej, këndojmë një këngë për... Por, edhe unë do doja shumë të gatuaja, po, për momentin, jemi në mësime sipër, po. Jeni në mësime sipër, veshët... Kështu që nuk kemi këngë, kemi vetëm...
Të gatoj ai. Përse që është një këngë Jennifer Lopez në duket. Ain't your mama no. Pa ajo është negative, pa ajo duhet ishte. I'm gonna cook all day, I ain't your mama. Është ora 3:47 e mëngjesit dhe papritur zgjohesh nga gjumi pasi ke parë një maks. Kujdesë 3:47. E kemi fiks. Zakonisht në 3:47 jam zgjuar përgjithsisht duke kënu. O si më e bomi të morsh atë. Se në këtë të punë kemi. S'ka maks. E fundit je duke performuar në skenë dhe papritur të hapet fustani. Wow. Do isha duke kënduar hey mos e mba. Vetëm me këtë këngë të ndodhin këto gjëra. Vetëm me këtë. Sa e bukur. Mos t'ja ngjelli maman, mos ta ndjellem. Se shqyr. Ty do ta ngjis pastaj nëse më ndodh. Se ti je nga Fieri. Tani nisti e ftuara e parë që ne kemi për këtë vit për 2026 në roj që ti me kam të mbar. Dhe për ty do sillim një lojë të re. Unë do t'jap emrat e 3 personazheve dhe do t'jap një pyetje dhe ti duhet të përgjigjesh me emrin e një prej këtyre. Okej. Personazhet e parë janë Selin, Stelin dhe In. Pra vin duke u shkurtuar. Dhe pyetja është, cilës prej vajzave do t'i kërkoje një këshill dashurie? Zëm se njëra nga këto është shoqja jote dhe ti ke një hall sentimental. Kujt do i kërkoje këshill? Do them Selinën, sepse Stelinës dhe Inës nuk është se i ka ecur shumë mirë. Selin do dashuri. Po, e vërtet në fakt. Me rregull treshi. Po, me qëra fjala, a e gjykon Selin për afrimin me Mirin? Do doja që mos të kishte zgjedhur atë lojë, po prap dita përballoj shumë mirë ajo. Okej. Tresha Radhës, Shurete Beluli, Kristi Lamaj dhe Sinan Hoxha. Sa do jetë pyetja për këta? Cilin artist do ftoje të këndonte në dasmën tënde? Sinan Hoxhën do thoja. Qa ka Sinani më shumë se bajamja ime? Se kam dëgjuar ndonjëherë bajamën tënde në përdasmë. Ja, sa më biku. E di si do ta ketë verë? Tresha Radhës kemi Jonida Malishi, Francesca Murati apo Luana Vjolca. Nëse do kishe mundësinë të merrje një gjë, një veshje nga garderoba e tyre, nga cila garderob do merrja? Jonida Malishi, sepse e provova idenë e saj te festivali i këngës edhe jam shumë e kënaqur dhe është një dashuri e vërtet. Pra mendon që Jonida vishet më bukur nga dy vajzat e tjera. Ha e drejt që. Ma thuaj. Ose thot ai për ty nëse ti s'ja thua. Tresha Radhës është pak e çuditshme, është Noizi, Laert Vasili dhe Davis Muslymi. Pyetja është, nëse ke ngecur në autostradë dhe të shprishur makina, kë artist do të telefonoje për të ndihmuar? Do thrisja shokun tim. Asnjërin nga. Asnjërin? Unë isha do zgjidhja Noizi, sa i ka shumë makina. Po ti misi të një të re. Ti misi? Ai Laerti të provokon. Të provokon. Po Laerti është dietar, nuk besoj që të di të rregulloj makina Laerti. Nëse është makina ajo që po flasim, ë? Nuk. Dhe e fundit kemi Ylli Limani, Mato Lale dhe Ledri Vula, me cilin do doje të bashkëpunoje për një hit veror 2026. E kam bërë të Ylli Limanin cop. Po. Kus ta kapim? Apo mendoj që të përshtatesh më shumë me Yllin? Përshtatem pak më shumë me Yllin, po prapë me të 3 artistë do doja të bashkëpunoja. Tani do kalim në një lojë tjetër dhe për këtë lojë kemi dhe një surprizë. Kemi një bazë. Unë do të bëj pyetjen, ti do e shtypësh dhe do thuash përgjigjen e parë që të vjen ndërmend pasi unë të bëj pyetjen. Pra bëj pyetjen, shtyp bazerin edhe t'ja përgjigjen. Dhe je përgjigjen. Pyetja e parë, na thuaj 3 gjëra që bën para një koncerti. Vishem, lyhem dhe i lutem Zotit që çdo gjë të shkojë mirë. A do e quaja maman e partnerit të ardhshëm, mami apo vjerr? As mami as vjerr. Në emër ose shpirt ose dritë. Partneri ideal, i palestruar apo me bark? Nuk ka rëndësi. Dhurata më emocionale që ke marrë? E mora këtë vit ka marrë një kotele. Si e ka emrin? Lulu. Fobia jote më e madhe është? Unë jam tripofobike, do të thonë kam frikë nga këto nga vrimat. Nga njeriu i parë që janë fobi nga grumbullimet e vrimave ose gungave. Në sfungjer kur e shef, një sfungjer? Jo, sfungjerat janë okay. Është vrimat hojet e ble.
I feel you, I know, yeah. Një gjë që të jep dhe ik të djemt. Kur nuk din të flasin, kur janë shumë ndje mbyllur, edhe... A edhe ti si Ronela që del me dikë ndo libra. A mendoj që ka shumë djem të tillë në Shqipëri, që i mungon artikulimi, nuk din të lidhë Po dy edhe fjalë. ka, po mendoj që ka dhe djem shumë të mirë. Po ne të mirës na merr njëri pa. Të mirë ti merr zonë. Një ushqim që të tjerët nuk e pëlqejnë, por ty të pëlqen shumë. Një guilty pleasure. Gjella me bajame. Me bajame, unë me bamje. Ka ngel bajame. Jo, nuk është se kam ndonjë. S'kam ndonjë nga këto. Okej. Kënga që të bën gjithmonë për të qarë. Më ka pas bërë në krahët e dikujt tjetër. Në krahët e dikujt tjetër. Se është një këngë që kam tani 6 vite, domethënë që e kisha në sirtarin tim. Jo, nuk ishte personale. Po pse apo na që ndjen shumë të bën për qarë. Kishte 6 vite fatos. Në bazë 6 vitesh. Edhe ti ishte personale, ishte ç'bër. Cila është gjëja e parë që të vjen në mendje kur dëgjon emrin Fero? Këngëtari. Aq, asgjë më shumë. Dhe fundit gënjeshtra më e madhe që ke thënë. Kam gënjur për një hatërmbetje mes mish, ndërkohë që i thashë nuk jam mërzitur me ty, po isha mërzitur. Mish ndërkohë këngëtar të njohur dhe ata? Jo, më shpirt nuk kam ashollë mish. Nuk do kisha shoqëri me të njohur, domethënë. Me sa kam parë deri tani, se un kam që 12 vite që merrem me muzikë, po nuk është se nuk janë reale miqësi. Jo, nuk kam asnjë mik, jo. Domethënë shoqërinë që kam patur që te Gjeniu edhe aty kam mbetur. Krijuar miqësi të ngushtë vitet e fundit apo. Po ka respekt mes artistëve. Po, respektin nuk diskutohet. Me që jemi te muzika i nis, a ke ndonjë plan për 2026 konkret? Çfarë këngësh do jenë në vijim, solo, bashkëpunime, album ndoshta? Këngë solo, demo solo kam pafund. Thjesht po përpiqem të zgjedh midis tyre, duke qenë se 2 këngët e fundit që bëra ecën goxha mirë. Po shpresoj që dhe tjerë shkënaq mirë sa këto ditë fundit. Tani ne jemi ende herët në fillim të vitit, po nuk e di si e ke planin këtë vit omash për seri pjesë në këngën magjike ose në festival. Këtë vit mendova ta bëj pushim, faktikisht, duke qenë se në këngë magjike marr pjesë pothuajse çdo vit, edhe festivalin sapo e provova, nëse do kem një material akoma më të mirë, edhe mundet, asnjëherë nuk them jo. Se thash jo edhe para 5 vitesh dhe mora pjesë. Po ne kështu festivale nga Rusia, në Rumani, se këto i ke. Aty vetëm si juri. Aty vetëm si juri, sa aty kam për shembull kam vënë re së fundmi një trend që artistët kur mbesin paksa të zgënjur nga festivali jon, shkojnë në San Marino për të shkuar në Eurovision. Do ta bëje ti? Nuk i dihet, nuk është hera parë që unë lakohem për të përfaqësuar San Marino, kështu që se jo dhe kjo. E lëm pikpyetje këtë për ta. I nis shumë faleminderit që ishe ftuar, shpresoj të mos kemi ngacmuar shumë dhe të shkaluar mirë. Jo, kam shumë xhan. Faleminderit shumë për ftesën dhe jeni shumë të talentuar dhe jam shumë e lumtur për gjithë ngritjen tuaj. Faleminderit shumë. Tani u binda që do jetë këmbë mbar për 2026. Ndërkohë, ne do takohemi të premten e radhës ose ndoshta edhe më herët, sepse s'dihet çfarë ndodh. Po, kemi ca gjëra interesante që po përgatisim për ju, që të jemi më afër dhe më shpesh bashkë. Sepse këto ditë çfarë nuk po ndodh, Big Brother këtej, Big Brother andej, këngë këtej, këngë andej, kështu që ne do vazhdojmë ende t'ju sjellim juve telefonata ekskluzive, prononcime ekskluzive, kështu që duhet të qëndroni patjetër me WTF Show. Kështu që bëni subscribe që të mos humbni asnjë nga prodhimet tona, sepse ne për çdo gjë themi What the fuck? Pafshim! Që jemi së shpejti! Andale!